Mëngjesin e kësaj të shtunë, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit është rikthyer në Theth, ku ka rinisur aksionin për shëmbjen e ndërtimeve pa leje. Padromat kanë hyrë sërish në zonën e mbrojtur, ku sipas raportimeve pritet të prishen rreth 35 objekte të tjera. Ky është vazhdimi i operacionit të nisur në korrik të këtij viti, kur kryeministri Edi Rama, përmes IKMT-s, njoftoi nisjen e një fushate kombëtare për lirimin e hapësirave të zaptuara, me fokus të veçantë në zonat turistike të mbrojtura, mes të cilave Thethi zë një vend të rëndësishëm. Prej disa javësh Thethi ka qenë në qendër të vëmendjes pasi dhjetra ndërtime u shembën nga inspektorati, duke sjellë dhe përplasje mes banorëve dhe forcave të rendit. Banorët pretendojnë se janë ndërtues të hershëm dhe se po penalizohen padrejtisht, ndërsa IKMT këmbgul se aksioni është pjesë e planit për rikthimin e ligjshmërisë dhe mbrojtjen e parkut kombëtar. Në terren ndodhen forcat e policisë që garantojnë sigurinë gjatë procesit, ndërsa aksioni pritet të vijojë edhe gjatë ditëve në vijim.